mbetet drejt për drejta, teksa shohim që marshimi vazhdon, qytetarët i bashkohen atyre që tashmë ndodhen në bulevard, në zonën përballë kryeministrisë, me pankarta, me flamur në duar, bizoderon ngjyra kuqezi. Shumë sot mes nesh, besoj që ju takon që të kemë përparësi për të marrë fjallën, ndaj do jenë ata që do kemë në sot më shumë fjallën nga gjithë tjerët, dhe ju kërkoj gjithëve mirëkuptimin për këto. Të respektoj. Nga Mirëbita, ka 25 vjetë që jetoj në diasporë. Du t'i thëmë gjithë këtu që fatlum është ai që hyp në këtë shkallë, gjamat bukur nuk i shohin sytë. Kjo është një protest. Kjo është një kryengritje. Kjo është një kryengritje për nderin dhe dignitetin e shqiptarit. Si pjesë e madhe diasporës e kam stabilizu jetën time, shpesh herë mendoj me veten për të rregullu gjanat në jetën time, pse unë du të flas në gjuhë të huaj? Pse fëmijët e mi do të kërkojnë gjanat e nevojshme në jetën e tyre duke folur në gjuhë të huaj? Sepse këta pengmarrës na e mohojnë që ne të na hapin mundësi në vendin tonë. Diaspora du t'i bashkojë të vëllezërve dhe motrat shqiptarë që kanë ardhur në këtë kryengritje. I falenderoj gjithë diasporën që ka ardhur. Por një thirrje kam për ata që nuk kanë ardhur akoma, që du të vinë që ndrojnë me ju. Du t'i përgjigjim kërkesës së Atsë Pumit, i cili ka thënë që qetat e